Po dëgjoja përfaqësuesit e opozitës që bërtasin për korrupsion edhe për punë të bëra keq. Patjetër janë në të drejtën e tyre për të thënë atë që duan të thonë në këtë kuvend. Po për të qenë serioz me qytetarët, mendoj që duhet përmendim edhe disa fakte. Jo thjesht fantazitë atyre që kanë humbur çdo kredibilitet publik dhe ndërkombëtar. Spari, Shqipëria ka institucionet më të forta drejtësisë që ka pasur ndonjëherë. SPAK, BKH, gjykate posaçme, të gjitha u krijuan nga kjo majorancë dhe u kundërshtuan me çdo mjet nga kjo opozitë. Po të pyesësh sot çdo shqiptar, a do të kishte bërë opozita këtë reformë, a do ta kishte bërë opozita këto institucione? Përgjigjja është absolutisht jo. Besoj gjithkush është i bindur për këtë. Ne kemi qenë pala që i kemi dhënë drejtësisë fuqi, me gjithë dhimbjet, po të doni, me gjithë kostot politike, dhe këta kanë qenë pala që janë dridhur sa herë drejtësia ka trokitur në dyert e tyre dhe kanë bërë çmos për ta penguar. Së dyti, nëse ka korrupsion në këtë vend, sot ai nuk fshihet, nuk mbulohet si dikur. Për herë të parë në 30 vite po shohim ministra, ish ministra, zëvendës kryeministra, ish kryebashkiak, drejtues institucionesh lloj-lloj që përballen me drejtësinë. Jo se i ndjek qeveria, po se kemi ngritur institucione të pavarura që nuk kontrollohen nga askush. Edhe besoj për këtë jeni të qartë edhe ju sot. Së treti, po të flasim për punë të bëra keq, nuk ka njerëz pa gabime dhe sigurisht që nuk ka qeveri të pagabueshme, po prap mjafton të shohim realitetin. Shqipëria sot ka rritjen më të lartë ekonomike në rajon, kemi rritje pagash dhe pensionesh, jo premtime abstrakte, jemi vend lider në turizëm, kemi hapur negociatat me BE-n, politika jashtme, siguria, energjia, infrastruktura, digitalizimi e shumë të tjera janë fusha që sot Europa i konsideron realisht histori suksesi për Shqipërinë. Së katërti, opozita flet për korrupsion. Por është e para që sulmon SPAK-un sa herë ai prek njerëzit e tyre. Flet për demokraci, po nuk arrin të mbajë as kuvendin e vet brenda partisë. Flet për punë të bëra keq, po nuk arrin të tregojë asnjë ide se si këto punë mund të bëhen më mirë. Në fund të ditës, qytetarët e shohin vetë dhe e shohin shumë qartë dallimin. Majoranca punon, me gjithë gabimet e saj po doni, por sjell investime, hap dyert në Europë dhe e çon vendin përpara. Opozita prodhon vetëm akuza, tym, zhurmë dhe zero zgjidhje. Prandaj, kur dëgjoj opozitën të flas për korrupsion, më vjen natyrshëm të them: ju jeni arsyeja pse Shqipëria ndërtoi reforma të reja, ne jemi arsyeja pse ato sot po funksionojnë. Dhe për t'ju kthyer rendit ditës, sot po diskutojmë një projekt ligj që është shumë i thjeshtë në formë, por me një domethënie politike shumë të qartë. Përfundimin me mirëkuptim të plot mes palëve të marrëveshjes bashkëpunimit mes Fondacionit Gjerman Hans Zidel, një partneritet që ka nisur që në vitin 92, në ditët e para tranzicionit shqiptar, por që për gati 30 vjet ka qenë pjesë e rrugtimit tonë drejt institucioneve euroatlantike. Ky projekt ligj nuk është thjesht një akt juridik, është mbyllja e një kapitulli bashkëpunimit të suksesshëm dhe hapja e një tjetri, më të ri, më të pjekur, sepse Shqipëria e vitit 2025 nuk është Shqipëria e vitit 1992, institucionet tona janë më të forta, më profesionale, më të integruara në arkitekturën europiane të sigurisë, administratës dhe sundimit ligjit. Fondacioni Hans Zidel gjatë gjithë veprimtarisë së tij ka luajtur një rol të rëndësishëm në modernizimin e organizatës, të administratës, në kualifikimin e juristëve, në forcimin e bashkëpunimit mes policisë shtetit dhe asaj të Bavarisë, si dhe në mbështetjen e pushtetit vendor dhe të proceseve të integrimit. Të gjitha janë kontribute reale, të prekshme, që meritojnë gjithë mirënjohjen tonë. Por sot jemi në një realitet tjetër dhe të ri politik. Shqipëria është vend kandidat, i hapur për negociata, është pjesë aktive e gjitha forumeve europiane dhe kontribuese në sigurinë rajonale. Dhe në këtë kontekst, mbyllja e zyrës fizike të fondacionit nuk përkthehet në shkëputje, përkundrazi. Në komunikimin zyrtar, drejtuesit e fondacionit kanë konfirmuar se mbështetja për Shqipërinë do të vijojë në kuadër të bashkëpunimit me Republikën Federale të Gjermanisë dhe me Landin e Bavarisë. Pra marrëdhënia nuk mbyllet,
shkëputet, por transformohet. Nuk është shkëputje politike, nuk është ftoje, nuk është precedent negativ, por është një hap i natyrshëm në një partneritet të konsoliduar që tashmë nuk ka nevojë për prani të përhershme fizike. Nga ana politike, ky proces tregon një gjë. Shqipëria është rritur si shtet, nuk është më një territor ku fondacione ndërkombëtare vinë për të mbushur boshllëqe institucionale, është një vend që i trajton marrëdhëniet me partnerët mbi bazën e pjekurisë, transparencës dhe interesit reciprok. Në fundit është një tregues i besimit që partnerët tanë gjerman kanë te Shqipëria dhe tek institucionet e saj. Për këtë arsye, miratimi i këtij projekt ligji është jo vetëm i domosdoshëm për të respektuar afatet ligjore, por edhe një afirmim i marrëdhënieve të mira dhe të qëndrueshme me partnerët tanë strategjik. Faleminderit.